Mirë, tani do të vi një vajzë që e keni parë me atë e njihni gjithë, vetëm me një lëvizje që mund të bëjë ajo, kudo që t'jetë, ju e njihni. Është një këngëtare që bëri një pauzë të vogël, me sa di unë, po do na e shpjegoj më mirë ajo vetë, dhe tani është kthyer tregut të koncerteve, të muzikës. Besoj se është kthyer fuqishëm, por edhe frikshëm. Zoja e zotrin, mirëprisni Ronela Ajati! Wow, wow, wow! A do si kjo? Aha, dua. Ronela, që ke bërë shumë e mirë sotin. Faleminderit, e ti e bërë shumë e mirë. O? Vërtet këti? Nuk tallem. Faleminderit shumë. Me ndërqofsh. Jo, që ke bërë me gjithmonë shumë e mirë sot. Faleminderit. Çka ka ndodhur? Ke bërë një ndryshim apo kështu ke qenë gjithmonë unë s'kam vënë re? Jo, po maturohemi. Je pjekur? Edhe djegur, pak. Do me thënë ishtë diçka në mes, kështu që po plakemi me pak fjalë, kupton? Edhe ndonjëherë kjo mosha është si vera, thonë. Po është më e mirë. Po, e kuqja. I fut në operacion. Ja fut. Ja fut. Qik më vonë. Ja fut. Oj, të futur, dhe na bjen këto deri këtu, dhe i ngrem që. Fajse, e kisha kokën këtej kurse na bjen këto. Kush të bje? Po bjen këto laprat kështu varen. Për kë lapra e ke? Këto laprat e bëhen si lapra. Bjen deri këtu, edhe i pret e i ven vend. Qik më vonë? Avash, avash! Aha. Merë pjesë në këngët që bën, merë pjesë në krijimin e këngëve apo pagun tjera që të t'i bëjnë? Jo, këngët unë i realizoj vetë në sensin e vjes melodike dhe të tekstit, pastaj gjithmonë ekziston dikush që do rregulloj, do merret me sipërmarrjen e këngës, sepse unë nuk kam studio, nuk i di ato mrokullat, fiu që janë këto, por duke qenë se kam bërë piano, edhe i di. Kam qenë 10 vjetë në piano që kam studuar edhe i di. Merresh vetë me kompozimin e këngëve dhe tekstet e kështu? Po. Ej, Ronel, ke qenë pjesë e Max Production? Po. Edhe unë kus kam qenë pjesë, kupton? Po, ke qenë vërdall? Kam qenë gjithandej. Ke lëviz? S'kam lënë vend pa që. E sheh më BBF-n apo nuk merresh më? Jo, më shoh, pse çfarë? A shef? Pse mos ta shoh? Televizor është ai, kanal është, do të dali para. Po t'i japin këngët? Apo t'kanë bërë blok? Ja. Nuk t'japin asnjë këngë? Ja. As atë Malagatën? Ato japin ndonjëherë për raste festash. Ja, se me tregu që ti bled disa imazh që është. Bledi është zemër e vogël. O, zemër e vogël. Është shpirë. Nese, ka pëlqyer ajo ai klipi Malagata. Po, është Malagata, ai plumbi që vjen kështu. Thirrje është, po. E shoh unë. Ai shikimi ka qenë për Bledin, po shifja Bledin. Duhet shifja plumbin. Tham shiko mua, prandaj utova aq shumë edhe pa. Se ishte 3D ishte kështu. Ronela, a do si kjo? Çfarë është kjo? A se bë? Jo, sa kesh për të thënë këtë. A do si kjo? A të vjen i natë që janë ca këngëtarë që fitojnë më shumë se ty? Edhe që nuk vlen aq sa ty? Ka kohë që ka shumë këngëtarë që kanë... Ka kohë që shumë këngëtarë mund të marrim shumë se mua, marrim shumë se tjerët, unë marrim shumë se sa tjerë. Është e vërtet që ca kanë vënë ca shifra stratosferike që... Një 2.000 janë sa që marrin 7.000 euro për koncert. Ka sa që e meritojnë, ka sa që... As New York nuk ka këto çmime. Edhe Rihanna merr 5.500. 5.5. 5.5. Po kështu 7.000 euro. Çfarë bën më dha? Si më dha kështu? Jo, janë vërtet sa shifra që janë pak të... Ua,
Bi no flan tok. Po ç'na duhet ne? Ke ndonjë të dashur sekret që nuk do ta mbash sekret? Të dashur sekret kam, të dashur kështu nuk ke. Publik nuk kam. Mirë, në rregull. Jo, e di se një nga hitet e tua të fundit... Është oj dashuri im sekret? Jo, është bashkëpunimi me xhamajkianin nga Korça, Jan Zerka. Zërka. Duhet thënë që Korça me Xhamajkën kanë pasur historikisht një lidhje të ngushtë shpirtërore. Po, shpirtërore shumë. Ka shumë çifte që janë ose kështu vllazërira që ndodhin në Korçë me Xhamajkën, shumë. Në Korçë, Biles do hapet një shkollë xhamajkane. Jo, e vërteta është që në Korçë të vjen një herë pasaporta, më fal, viza amerikane. Po. Të vjen që e ke marrë. Dhe ti shkon Xhamajkë. Jo, pastaj thon, a do marrësh pjesë në lotarinë amerikane? Nëse nga Korça, t'japin një herë atë vizën amerikane, pastaj thon, a do marrësh pjesë në lotarinë? Ashtu është e vërtetë unë. Shko merr pjesë në lotarinë se ke fituar vizën amerikane. Po, unë jam gjysë korçare se kam mamën nga Korça edhe kam gjithë dajat, njerëzit i kam. Edhe vetëm ne, po jo. Po hëmë ngele këtu mi gocë. Është vetë tersi, domethënë që. Mos e shpall. Stimulon njeriu. Jo, thyje, mos e shpalltën. Jo, po e shpallë nuk bëhet. Jo, po e shpallë. Jo, e ke gabim. Jo mi motër, jo, se këtu tashi duhet të... Tashi fallgjorje. Jo, po e besoj shumë këtë gjëra. Kjo që sa po theti është komplet e kundërta. Nëse ti e shpall, ajo bëhet. Okej. Do më dali lotaria. E kuptoj, prandaj ti, e kupton? Ndryshoj që sjellje. Mos i shpall gjërat e këqija. Po këngë popullore këndon ti? Shkon nëpër dasma? Ke shkuar ndonjëherë? Jo. Nuk e shkuar asnjëherë? Jo. Ue, po të them të shkosh ti në dasma me atë performancën që ke, po, të bëj ashtu. Ata ashtu. Atë gjë. Më ferin. Ke shumë sukses. Sukses? Para pak kohësh Ornella ka lançuar një këngë jote ishte Mosik, një videoklip Mosik. Po. Edhe ti thua Mosik tek tjetra për hir të kohëve të vjetra. Po si dreqin Mosike, si dreqin mund të ri një mashkull me një femër të tillë. E ndjekim çik si është një pjesë videoklipit edhe mendoni si mund të ri ky mashkull me këtë femër. Mosik të tjetra. Klipi të mërshëm. Në fakt, kjo është ideja, që si mund të rri një mashkull me një femër të tillë. Të tillë. Edhe ajo ishte gjithë ideja e këtij klipi. Ajo e frikshmja, je ti apo ajo tjetra? Ajo është tjetra, ajo e frikshme. Sepse ideja është që mendoj se çdo femër ku sheh rivalitet. A do si kjo? Ku sheh rivalitet? Ku sheh rivalitet tek një femër tjetër, e simbolizon atë me një të keqe, dhe sikur të jetë kokra e yllit, gjitha kemi thënë, o zot, sa e shpifur është kjo, kupton? Ekziston kjo gjithmonë, e kemi shari, kemi ndjekur. Undrisje. Edhe këtë personalizon, kupton? Dërsa kur pretendohet që jam pak më e bukur, atëherë kjo është ajo e mira. Nuk e mendoja kur që do të thoja këtë që do të them tani, megjithatë unë po e them vetëm një herë. Po. Ma e pse lapsën. Jo ke vetëm këtë videoklip, porque ke disa videoklipe tua ti shfaqesh si një vajzë egër. Po, më pëlqen kjo gjë shumë ta bëj. Duke shumë egër. Më pëlqen. E ndikim si është Ronela një jetë, sigur të kishit Ronela në komshije.
Mos më prit! Mos më prit! Qyqa, qa ke dhe buta? Pse u treme kështu? Ida jam, komshia. O, se më ke trem, si mu E duke. desha i që ki kajku se për zotin më humbi. Edhe s'kam edhe erdha me tak. Mere, më trem me Ndesh. njësë. Qa keti më? Ua, sa Për më... zotin tu duka si fantazëm, më? Si mu duke. Qa qera ta i që e qao zemra rofsh. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Qeka e bezdishme. Te projë të shi. Qa qau të shi kjo. Do e të dilje, ha? E shikuar? Është e frikshme. Kushe do kom shjerë Onelën, mos t'i kërkoj asë një gjë. Sho, farë kosi, s'kërkojnë më të një farë kosi. Jo. A kosa dush, kush zë më kos tani, zjedh më kosi? Ja. A zë njëri kosa po Zen, bliku? zen. Zinimi? Po pëse mi pak kos ka në market që zini kos? Ma prishën batuta. Unë e kisha për shpinë time që Nuk zini ja, kos. nuk e zem kos. Më për para e zine, me mbulonim, kështu me ca jorganka, Po, verdi, se ma që ka men. qënë ca me atlas, kështu ma me men, kuadrate, ma men. mbulonim me ato me batanie, veç kur gjishe ma pas lëvis, kos lëvis kosi, u shkoja e bëja kastile, prishja ja druni, se kjo në prishja. Në gjatë vogla kështu, ke druri, me ke fëmijet, është i rënjosur të pranemi kështu? Jo, me jo, se Jo, se unë jam goce vetë, me s'kam grën shumë, nuk, e në kështu datë. Po mua drum duke e atërë për Sigurisht. për masa. Dhunë psikologjike, Absolutisht, ja. Unë mund t'ju Fizike. bëja atyre të bifë. ke bërë një shërë, Jo, s'kam bërë kurshe. shu për flokësh me to? Asnjëherë. Asnjëherë? Po. Si ke ngulej Unë- kaçavit në këmbë ti dikujt? Jo, asnjëherë. Apo është tjetër? Është shumë e çuditshme, Është do me tjetër? thënë A je gjithë ti ajo apo njerëzit jo? mendojnë që unë mund kem bërë sherr me Ti dikë, po. jo, thjesht ti të pret fytin duke Jo, flet natën. jo. Ose të ngusë lapsin Jo. sy duke ngrënë bukë. Jo, në vesh. Gjë këtu. Po. Jam shumë paqësore edhe më besoj që duroj shumë edhe ka pas raste që ka njerëz i vërtet e kanë merituar në kështu. Na Denoncim. do si kjo, Po, a do si kjo? gryk direkt. Gyk. Letë mos japim mesazh. Dhe nuk e kam bërë. Pse? Sepse kjo është më e vlefshme. Për dyshin e ke fjalën. Po. Sa të argjosh një kanace kot, të mirë ati, shko në shpi, Se sa ti gjuash e tjetrit. rri, aty, Po. oho. E kështu ti. Po, me sa di unë mami jot ka qenë mësuese, apo është Po. akoma? Në shkollë? Jo, ka një Ka qenë dy vjet mësuesja që nuk jote? është më. Ka Po. qenë në shkollën tënde? Po. A të mbante mami me hatërmi në klasë? Jo, Eh? për kundra zi, është do me thënë korçare tipike, konservatore, njëri shumë korrekt, edhe mundësisht më penalizonte për diçka që nuk i pëlqente, ma ulte bilet. Notën, normal, duhet ka qenë bënte. zysh gjule tërsie dhe mua më ka dashur absolute, unë kam qenë një, me thënë, adoleshenca ime ka qenë një metalare me flokët e kreura deri këtu, pastaj nuk një fej, krëri, do me thënë, thyë e krëri, si e motra krishtit isha këtu, si e vdekur kisha vetëm një vetu, to edhe tani nuk janë, po atëre ishin nga brënda, Aha. kupton, kisha një bluzë të gjatë me Marilyn Manson, ose uniformën e shkollës, dhe vdisja për Harry Potterin. Pastaj dola tekstari, edhe tekstari kam pas eksperiencën e partë të veshurit taka, kam qenë në vit të 3 gjimnaz dhe nuk isha veshur kur taka, vazhdoja isha me baluket e mia, me këto flokët, kisha 2 fije rozë, në gjantë e vetja se kur qoq isha, edhe kisha për të kënduar këngën e Genta Ismailit, edhe duhet shkoja të lyesha, edhe vesha një minë fund atje, edhe që në moment e parë që kam veshur takat kam rënë, pastaj, pas u qova. Ishte live emision? Jo. Ishte para se të dilja.
u pashëm pasqyrë, do të që më pëlqeu çik vetja shumë e ngjyrë, dhe thash, do ngjyem edhe më shumë. Edhe që nga i moment fillova po merja pak hijen e Je bërë kështu... femrës, po. Pastaj nuk e di ç'të. Pastaj e lëshove veten fare, apo? Jo, nuk e kam lëshuar vetën fare. S'duhet lëshuar. Po mbahesh. Duhet ma. Me si po ma... Majt vetën. Ke pas në herë probleme me policin? Të kanë ndjek policia ose të kanë fut në herë mren? Po me policin kam pas 2 herë probleme. Vetëm 2 herë? Po. Si ke gjohit? Po 2 herë, se qa. Me qa, me droga, apo me prostitucion, apo me... Me prostitucion. Okay. Herën e parë ka qenë në Kosovë, më ka ndodhur. Se këta tanët e hëngrën. Si se ndodhi? Unë kisha rastisi Bajram, edhe ishte ajo periudha që kur kisha shumë koncerte, isha shumë i lumtur, do të thënë që do të këndoje për ditë, do merrja ca lekë më shumë, po nëse prap makinë nuk kisha. Edhe ishte ajo periudha që unë shkoja me autobus në Kosovë në 6 të mëngjesit. Ka qenë rruga gjatë. Jo, rruga shkurtër. Po. Edhe një natë më përpara isha në Velipoj, deri në orën 5 duke kënduar, arrita vonë sepse Velipoja ka dhënë çik rrugën e gjatë. E në orën 6 nisi autobusi. Tash u vesha, u bëra gati, thash gjysmë ore do rri do pres, të dremis pak se isha tepër e lodhur, po çohem edhe po iki. U çoha në orën 6:10 dhe ngela. Ishte ditë Bajrami, të nesërme nuk funksiononin fare autobuset dhe unë duhet patjetër të shkoja me diçka, sepse s'mund të lija koncertin. Marr një shoqen time në telefon, i them, të lutem shumë, duhet të ikim bashkë, të më çosh në Kosovë. Unë s'kisha as patent atëre. Duhet të më çosh, i thash patjetër në Kosovë se kam koncert. Dëgjova unë kam punë. Nuk e di pse e kisha rrejt atë që e dija makinën, as vetë se mbaj mend kur. Po e di makinën? Do të thënë, rrugë të gjata s'kisha bërë kur. Asnjëherë. Po e kishe patentën? Jo. Si s'kishe patent? Jo, s'kisha patent fare. Dhe ajo më tha, shiko, tha, merr makinën time, edhe ik për Kosovë, sa me den që unë e di, po i thash, unë s'kam patent, po mirë ta gjo, mbaj patentën time, tha, ver syzeve dhe kapele, tha, dhe se në ngjajmë që këtë fotoja. Qa krize. Dhe unë marr patentën e asaj, detyrimisht marr dhe pasaportën e asaj. Dhe duhet nisesha, i them një shoqes time tjetër, të lutem Sara, i thash, do vish edhe ti me mua që mos vdes vetëm. Po, të kesh Po. njëri me këtë prezentoshë për te. Edhe ajo tha, okej, tha, unë vi, po s'kam asun pasaporta se kam harruar në shkollë. Po mirë, thash se kjo goca ka motor, që bëhu motra ime. Edhe më pasaportën e kësaj. Ne të dyja ishim motra, ajo ishte 29 vjeçra, nuk e di, ndërkohë Sara ishte thjesht 20. Edhe unë isha kjo tjetra. Edhe nisemi. Ue, qa krize. Nisemi për Kosovë, edhe shkruaj në një letër, D para R, do ecësh mbrapa, indjetro, ndiz dritat, fik, këtë i kisha shkruaj kështu me shkrim dorë, i kisha atje. Edhe ecja në autostradë me 50 në orë, isha ngrirë kështu, gjithë të merë, kalonin, makinat para kalonin, së shumë avash duke hecë. Unë që vetëm ishaja, ndërkohë arri në Rinas. Edhe në vend që të masha të kthesën për majtas që të shkosh në... Po, të dalësh në Kruj? Po, unë i ka për në Rinas. Edhe tash jo, ishte diçka e vogël që thjesht duhet të ktheshe mbrapçe dhe të ikje. Tash unë boll që eca para, mbrapa s'disha hiçme. Jo, nuk dija fare. Nuk dije me ecë mbrapshe dhe unë nise për Kosovë? Po, fare nuk isha iden, edhe ndalova makinën, u bë atje një trafik, dola jashtë, i thash njëri ti, hajde këtu, i thash. Më nëzirë makinën. Ma ktheci makinën që të nisem prapë. Po pse të qoftë ka makina, po nuk di. Po për ku je nisë? Për Kosovë, ti qofsh, më tha. Rrofsh, i thash. E unë nisa, Qa sikleti. Unë nisa. Wow, mi gos, po ti që Unë nisa. Kur rrugës nuk që janë këta njerëzit që bëjnë autostop që... Po, me monje. E ndaluam njërin, thamë, po do të vdesësh hajtë me ne, na pa, ikëm. Nuk na folim, do me thënë. Se di ka i kur shpis, ka i kur fare. Ne isa arrim në Kufi. Unë tani isha këtu.
Avë një kapele, kisha sa atër kam qenë me syze. Tani s'jam më me syze. Po pse si më me syze? Se i kam hequr syze, i kam bërë lazer. Që ke bërë lazer, i ke futur në sy syzet? Po, i kam futur në sy. E jam shumë e lumtur. Dhe, që ti themi të gjitha. Po i shumë bukur, po. Të thonë, pas ta kush e di çka bërë kjo s'na fat. Po. Dgjoj. Edhe, po isha drejt, edhe jap aty kartat kështu, edhe se që thonë një ca lutje, gjithë feti mora me radhë atje, ja dhash. Paj, ja dha dhe Sara ishte lyer si grua me buskuq të kuqit në gjanta asaj tjetër se të rinte kështu. Nuk fliste fare as mua. E ndërkohë kishte hapur një video këtu poshtë, thoshte, jemi falco komplet. Ta kapi policia, Po gjironte? po xhironte, ta kishte një kujtim rinie. Po. Kuptoj. Unë isha zverdhur, isha zbardhur, nuk e di, do me dhe pak e bardhi jam vetë, këshu, edhe isha bërë si morg komplet, edhe i dhash kartat ati, dhe i thot shumë mirë, okej, po e më paja, këshu. Se me këm gjanti mua, tha. Që është një këshu. Po, tha, ti mua më gjanë me Ronela Ajatin. Po, i thash, e kam gocteze, po i kisot se ka koncert. A, tha, veç ajo, tha, ma e mirë se ti. Ti dhac. Që i ke gjohë? E di, thash, si dhe ato t'hikim. Hikim, vazhdojnë të videoja, unë mbyll videoja shumë të lumtura, okej, hecim, arritëm gjallë. E lash makinën, tani teknikisht unë s'duhet ta prekja matë makinë, deri në momentin që duhet shkoja në koncert në vendin, në destinacionin e duhur, por duke qënë se shqiptari që përfaqësoj unë vdes të dukesha në qik, mora makinën të ecja vërdal të dukesha, kupton sa kishte një Passat, një makinë të madhe, okej. Gjamin ullur, muki. Do me thënë muzika nuk e di, një dorë edhe shifja posterin tim, kishte dalë kështu tabloid i madh që këndoja unë në një X vënda dhe shifja. Pau, 2 makina i mora për Ishte Bajram dhe kisha, do me thënë, ishin 2 makinat këtu dhe një 20 policë këtu. Kupton se rastisi që ishte drejtoria e policisë afër. E ke parasysh ku shkon në Konak, që është policia atje, edhe te bloku Prishtinës, desha dukesha unë, kupton? E sa në të pëse? Edhe, mora për para makinën e Enis Fetahu, ta e njef, e nisin ato, sa e kish blera i me ke, dhe i në tjetër. Gela unë atje. E Zeza i thash Sarës, na piu e Zeza, edhe vim policat, ndërkohë vinë sa njerës të mi që m'njifnin, Ronela, si e, se nuk jam Ronela, jam Jola, i thash apo më suflisni. Pa ta kërkushin patentën? Po, ajo më kërkon patentën, edhe më shef emër tjetër, shef lartë poster, më shef mua, komisariat të direkt. Shkojmë komisariat, blodhën gjitha ta policë, më fut meri, fillova duke qarë, se u... E kuptova që ishte seriozisht puna, ishte e goxhat dëmi madh për të paguar. Dhe kush e di ajo goca sot e kësaj dite nuk e di që unë kam bërë këtë përplasje me makinë. Po se si u bë puna? Jo, makina nuk u prish, ishe ngërvishtje të vogla, po sado që... Fat që ai më i larti, nuk e di çfarë ishte atje në komisariat, nuk më njohu fare se këta të tjerët ma bënin o do na thrasësh sot në koncert, ose vetëm kështu edhe më qeshnin, unë qaja, dhe fat që ai nuk më njohu edhe i mori dokumentat për të mirë qëna. Se mos në ndodhë në një me tërmban të njore. Jo, a ka ik? Jo, kanë kalu shumë vite, po, ka kalu kështu si proces. Nuk hapin më dosje. Po. Edhe... Më la edhe jam detyruar, kam thirrur komisariatin në koncert. Erdi gjithë komisariatit pa në koncert? Po, erdi. Super. Na tregu tash herën tjetër që të kapën me prostitucion, policia. Apo s'ka qenë kështu? Shife, këto prostitutat në fakt kishin që vetë, nuk është se i mëra unë. O qa njeriu, sa njeri pajsor. Jo, mu luton ato, kupton edhe unë. Ke pas për të policinë? Kishëm koncert në Maltëzi. Edhe unë isha
me të njëjtën makinë, por nuk i jepja unë këtë radhë, ishte pronarja legjitime e makinës. Ndërkohë Sara vazhdonte me pasaportën e motrës së saj, se shkolla nuk ishte hapur, ishte vera. Po nejse Sara nuk u mor parasysh në atë moment. Shkojmë në kufi, edhe këta malazest, jo shqiptarët, sa më panë emrin, thanë hap kraun direkt. Ishte çdo gjë në rregull, kupton, kjo filloi pati frikë se tha mos e kanë nga identiteti im, s'kishte lidhje fare. Isha koncert me grupin e Baba Starsave. Vjen edhe makina e tyre më vonë, në me thë pun minutash edhe që më thot Geti, se i thash, na ka thënë... Ishte dhe këto arë në makinën e ty? Po, ishin të gjithë, kishim koncert, të gjithë. Po, ata ishin në makinë tjetër, unë isha në makinë tjetër. Edhe i them që na thanë hap kraun edhe nuk na la policia, edhe Geti, ti, gjithmonë e bën nga diçka, ti. Shkoj e kthej me vate. Hap kraun, i thanë dhe atyre. Të na vinë me qenë kufiri. Malazesës. Unë ngrit makina, të dyja makinat filluan duke kontrolluar, nuk e di për droga, nuk e kam. I kishin spinu që kishit drogë. Tash ideja është që ne, me sa morën vesh, një lokal që ishte ngjitur me ne këto konkurrencat tipike shqiptare që bëhen, kishin spionuar emrat, me idenë që të na vononin dhe ne mos të arrinim koncertin, koncerti mos bëj. Po tash kush e kishte qesen? Nuk kishte asnjë qesen. A nuk kishte qesen? Po jo. Po pse qa jemi në nga këta që pim këshu? Jo, nuk është puna, kam digju që ka ca artistë që qojnë qese. Jo, more, qa qojnë qantën, e qojnë qantën. Qa jemi në? E gjetën apo jo? Nuk gjetën pra gjë, durot ashi. Se neve gocave na gjveshën. No! Po, na morën, grua ishte kjo. Grua ishte ajo? Grua ishte, se burë. Po, grua... E po zhveshën lakurisha? Po, deri diku po, sepse po na kontrollonin, edhe... Ndodhën dhe këto, po më ndodhi dhe diçka tjetër me një nga këta antarë, s'pa e them emrin. Edhe, ke parasysh cigaret e dredhura që kanë një si flet që bëhen vetë me flet? Po. Jo ajo tjetra, ta thash, ne vetëm me prostituta merrni. Po. Dhe, më vjen me këtë, edhe më thotë, mi lete makina mbaj ti, tha se edhe po thanë gjë, ti goci e këto... Me nuk e di, do me thënë sa jam zverdhur dhe merdi polici më tha, po këto qanë, gjyshi im, i thash e pi cigaren e dredhur. Nuk e di pse gjyshi im të makina asaj tjetrës në Maltzi që ka vite, mira vjetë që ka vdekur, por këtë i thash edhe në pa, u habit dhe kush e di është budalale, pësura e shumë nga budalaliku im që i thash edhe hiku. Nuk më mori asgjët mirë qënë. E rëndësishme është që edhe pas i futëm një 20 që të gjepi malazesve, kaluam, kushe disa do malkohem për këtë që do them, kaluam e bëm koncertin. E shpëtuat? Shpëtuam. O, mi gos, pas ke vujt, ti mi gos, po... Jo, s'kam vujt. Jo, po ti e erë tjetër, mos e merë më makinën. Jo, po nuk e mora unë. Okej, tani, e ke marrë patentën? Po. E ke marrë? Shita makinën që kisha për të për patent. Kisha një makinë shumë të lodhur. Kam pasi një makinë shumë të lodhur, po e dy si esi ishte kështu qelik. Ma merë me Renault no ka qënë dhe. Ma merë. Okej. Ta merë, si ta merë. Ndjekim një inse që kemi përgatitur për Ornelën e kthehemi pas pak. Nuk e di çfarë mund të kesh vënd. Kur sheh Ornela Ayatin, cila gjë të bie më shumë në sy? Kënga. Me që jemi të kënga, më këndo një këngë të saj. Të fala Ornelës, Xhaxhi. Cila gjë të tërheq më shumë vëmendjen tek trupi i saj? Po vithet, me që kështu si fondarët. Qërpikët. Sytë. Si kalove? Ornela Ayati kam një pyetje. Po. Pyetja është kjo. Kam një pyetje. Pyetja është kjo. Kam një pyetje. Cila gjë bie më shumë në sy tek Ornela Ayati?
një pyetje. Vithet. Nuk e di, se kam përshtypje. Ronela, po të kapa, do të puth mu në Mbuz. Mirë. Atëherë jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Zamira Palushi të thot Ronela, Zamira Palushi thot Ronela është këngëtare shumë e veçantë. I pëlqen shumë babi tim. Po mi kjo s'është pyetje. Pse është pyetje kjo? Tori Angels thot Ormal thot. Si kishte emrin? Tori Angels Okej. thot je shumë i poshtë nëse nuk e lexon komentin tim, a të pëlqen grupi OTR dhe a do bëje ndonjë duet me Noizin? Po, do e bëj këngë me Noizin, pse jo? Kush s'do me bëj këngë me Noizin? Gjithë dun. Armando Meçana i thot, kur ke ndërmend të shkëputesh nga kënga, të shkon shumë moderatore Moti. Moti. Moti mi Moti. Moti. Çneti Unë moder. flas shumë për të folë për kohën. Kupton, ai moderatore, po e kisha bërë, po kështu Moti. Po e ke menduar këtë moderator? Po, e kam menduar. Je. Leni Dermishi thot, çfarë pyetje mund t'i bësh kësaj zemre, përveç se ti thua që është femra më e vërtet, në të gjithë femrat që ja vlen të admirosh, je më e mira zemër, thot ky Leni. Kush është tash nga kushuritë tu, çfarë ke këtë Leni? E janë profilet mia të fallëta që Që shkon Eriglen Zena i thot, shpejtësi apo madhësi? Renoja ime ecë të shpejt, kështu që më mire voçkëll edhe do me thënë. Makinë, po. Eci shpejt. Ky në fakt e ka fjalën për internetin, po nëse. Emanuela Simçja thot, më pëlqejnë këngët e tua kanë shumë ritëm. Doja dija pse ke dëshirë të imitosh Kardashianin kur je më e mirë? Si ma? Ti ke dëshirë të imitosh Kardashianin? Kimin. Jo. Jo. Mos e ka gjë me atë pjesën e prapme. Qa të them unë? Nuk di qa të them të kjo. Jam shumë jo inteligente. Besmir Morina thot, kur dy trupa të një trajtshëm bashkëveprojnë, Çfarë quhet kjo marrëdhënie? çfarë mund të ndodhë nga reaksioni i fituar në mënyrë klandestine? Dhe Që ka shumë- në qoftë se po, a mund të na japni një shembull? Kjo quhet marrëdhënie simbiotike. No. Po. Vërtet kështu quhet? Po, marrëdhënie simbiotike quhet. Ky ja ka futi çik kot me këtë pyetje, po me atë që ka pas dashme në ai quhet marrëdhënie simbiotike. Edhe ekziston të kafshët. Është në zënse 10-s jo? Po, ekziston të kafshët. Për shembull, një kafsh, për shembull me Më duket se nuk ka lidhje me biologjinë. ka lidhje me Është biologjinë. ndoshta me fizikën. Jo, ose biologji kimin. e kemi pas në këtë, jo, s'ka lidhje. Ose Një kafshë ri një tjetre, sipër, për shembull i ngjitet, dhe ajo ha ushqimin e kësaj, për shembull se lëkurën e bren si ushqim, ajo merr nga kjo diçka tjetër, për shembull. E quhet marrëdhënie simbiotike. Se balukja. Arnisa thot, Ronela, ke bërë ndonjë operacion plastik? Jo, vetëm syzet kam heq. Tashi që une, ku di unë, këtu tëra jo thonë, ama në kod që përgjigjem. Buzët i kam pet. Këtej s'kam, këto, ku ti eq, qërë ti vetë Erioni thot, a të pengojnë thonjt kur vishesh? Jo. I kam pasur biles njerë kaq të gjatë, 25 cm. S'ka mundësi. Po, 25 cm kur kam pas këngën magjike, atëre ka qenë festivali dhe kam pas thënë 25 cm. Edhe Jorgeni që duhet jetë këtu dikum ka shtyre e më shtyër thojnë mes skenës edhe kam pas dhimbje shumë të madhe. Po, kam qenë live duke kënduar miku me gjithë komplet. Po, komplet thoj, deri në mish. Që thumi? Po, edhe më ka ik gjaku kështu vetë që kam pa, edhe më driteshin këmbët, ishte një dhimbje kur njët nuk e kisha në skenë duke kënduar. Wow. Po. Edhe pasaj biles, mbaj mund kur më ka intervistuar diti kisha dorën, kështu gjithë gjak edhe më dridhej dora. Po që ke ja një aksidenti vogël. Aksidenti vogël, të shumë duhet thyrë. Ishte shumë dhimbje, po që thonë të gjatë e kam qef. Paula Popi thot, këtu që ka, Paula Popi thot, Ormali e njështë thot, unë e shofë dzingun,
e shoh Xingun për ty më tepër se për të ftuarit e tu. Kaq. Paula. Nise, shikom. Ti ke më shumë rëndësi këtu. Jo, ti ke rëndësi këtu. Absolutisht që ke Anton ti. Dedja thotë, Rënela si e pin kafen, me shumë a me pak. Macchiato me qumë është ftohtë. Fatjon Sinani thotë, qa ka dashur të thotë me këngën Malakastra? E jam nga Malakastra dhe kam kënduar vendit tim. Ajo kënga Malakastra është? Apo është Malagata? Është Malagata. Por është Malagata, jo Malakastra. Po s'ka gjë, është batuta vjetër edhe kjo, prandaj të. Ira Saka e thotë, çfarë përgjigje ke për gjithë ata që të shajnë? E ke thënë ti në fakt. Jo, nuk kam absolutisht asnjë lloj përgjigje. Dekshin tër nesër? Kur të kandidoj do ta them atë. Absolutisht nuk e kam problem, se edhe unë shaj të tjerë edhe mua më shajnë. Arsen Gjana thotë, unë se kuptoj një gjë, Ronela. Nuk të shkon fare gjoksi me të pasmet. Mirë tash i Arsen, thon më lër se ja themun. Arsen, disa gjëra në jetë nuk shkojnë. ti nuk do t'i kuptosh kurrë, vlla. Dëgjom, një sekond. A do t'i flasë dhe ti Arsenit? Jo, Arsen, do të flas ty. Edhe ti me Amin, për shumë, s'është se shkoni shumë, se është shumë e bukur. Por ti e i zgjuar, për shumë, unë këto e kam të zgjuara, këto e kam të bukura. Ky është lajmi, Ronela ka gjokë së zgjuar. Kështu që janë do njerë ca gjëra që në pamje Po së ngjajnë shumë. si mund jetë një gjokë si zgjuar? Çaj bën, ti jep lekët e i thosh ko blej vetë reqipetat? Po. Apo lajet vetë? Lajet vet. Kjo lan këtë. Çfarë kali. Atëherë. Ardit Osmani thot, përse kërcen si e të shmenme? Po se jam pak, kupton? E lëshon e erë vetën, të kam pa në erë në E skenë lëshojnë e erë, duhet ta lëshoj çik për shumë. Bën atë që... Shikoj, besoj se njeriu kur është në skenë nuk logjikon fare se çfarë bën vetë, mjafton që të dalë atë çka do. Nuk besoj se kërcej si e çmendur, flas seriozisht. Po me qenë se si e kishte emrin ky? Ky e kishte Ardit Osmani. Okej, Arditi. Po jo, është vërtet që njeriu kur është në skenë nuk logjikon çfarë bën, po gjithmonë kur shoh Piro Çakon në skenë them, "Ore, për çfarë po mendon ky tani?" Po se Piro e mban gjithmonë mikrofonin e mban pjerrët, edhe në fakt nuk shef nga ana e mikrofonit, po shef nga ana kundër, domethënë është këtu. Shiko. Po është shumë artist i mirë. Patjetër, po mos sham Piron se Po unë po e laf drejt i thu po e shoh. Jo, po sigurisht është absolutisht, është nga njerëzit që unë vlerësoj më shumë në art. E kam shumë respekt. Ronel, Balukja. kemi kaluar kështu ke një aftësi e jotja që në rrethin shoqëror të artistëve njihet kjo. Ronela ka një aftësi që imiton shumë... Ese do dalë kot fare këtu e do thonë njerëzit që na knaqi. Qa thumi? Po ti, qa thumi? Atere, doni qini si imiton Ronela Bleona Qerretin? Imitimet e Ronelës! Jemi me Ronela Ajatin me aftësinë e saj të jashtëzakonshme për të imituar edhe për të konkuruar gjithë aktorët e humorit që merren me VIP-at. Këtë shohim tani Bleona Qerretin. Po, adoleshencën. Adoleshenca! Ma atë jemi rritur ne. Që u zhvesha që bëri atë. Jo, more, nuk u zhvesh. Që zhvesh me atë? Që hoqi një pelerin. Apo jo? Jo, Adelina ka hequr robot. Edhe Bleona, edhe Bleona ka dalë herë me kështu me lëkura me gjona. Lërmëni, unë si u përkas juve. Po, ajo ka qenë festival. Po. Zënë zotrimi prisni Bleona Qerretin. Tani, se jam të Telebingo.
Se ka qenë një gjë kështu me drita. Edhe rri kështu ajo. Adolescenza. Qoj ti sekund. Se unë jam qik më... Se bleona. U qua, fillon kënga. Adolescenza, adolescenza, stina më e bukur e jetës, ku shbërthem me pas dashuria, dhe në bëhem sklave a pasyra. Adolescenza, adolescenza, stina më e bukur e jetës, ku shbërthem me pas dashuria, dhe në bëhem sklave të pasyra. Ej, se madhe, Ornella, e! Po Elvana gjatën me më qafshe, bën do të Elvanën se e kam pik dobët. Po shef, Elvana... Prit. Prit do. Elvana? Dale të shef, mërë. A ka mu të një foto me babash? Prit se klipi është i prerë të ashtë i qohem se ka që shqipu. Ma ngritë që këto mikrofon. Po. Help you. Mos shqip një. Nëse të zeza janë. Ashtë i marrë. Ose, ma e përta më. Ashtë i mbarë kjo pjesa. Po. Edhe ke. A ka mund të një foto me e babash? A ka mund të kur të shohësh me bolaj? A ka mund të një dit me të rrim të dy? Jemi vetëm mu pasy sy. Këtu ka shumë njerës, po vetëm ty po të shoh. Këtu ka shumë njerës, unë vetëm ty po të njoh. Këtu ka shumë njerës, por jo nuk është problem. Diçka e madhe, vetëm për ty po vjen. Po vjen. 1, 2, 3, pufe! Super. Se do na ferin këta javës tjetër. Jo, Elvana një të sigurën dhe bleona, se e kam shumë mirë muhabetin me të dyja. Jo, se dhe unë i du shumë, po. Ma verë këtë në. Që ta regulloj këtë, se... Po ta që do shmendën fare, unë do los nga më dhe. Ta shti? Po Aurela Gacin mi motër. Ta shti do imitoj Aurelën kur ka kënduar me Zerkën. Hëmi. Zerkën s'ta bëj do të se vetëm kaq ka bërë atje, kështu që ka eci. Po do imitoj Aurelën. Okej. Aurela fillon, nëse mi bërë pis këte. Aurela. Aurela fillon fillim këto. Fillon kënga e këngës magjike. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Qo, hey, hey. Gjepi në tej. Peshën do t'a prej. Nuk do atë flej. Opa. Qo, hey, hey. Jepi, hey, hey. Peshën do t'a prej. Pastaj, është... Elektrizove të urmë. Gjo,
Sa mos tonë s'di të këndojnë, se po ja fuston. Pastaj është pjesa që fillon zerga. Hipa në plena, ose që bën një gjë. Hipa në plera. Hipa në plena. Nuk e di se që thot ati. Nese. Edhe Aurela është me zinxhira. Edhe kjo nuk e kam, do me thënë është super artiste, po ka qenë shumë e nerva atë vit. është kjo? Lëvizja? Aurela kështë vetëm këta. Hipa në plena. Dhe Zerka ecë të pas Aurelës. Me kontrol për muka. Dhe Aurelën e kishë nga mbrapa. Dhe momenti më i bukur është. Mbaron kënga. Tashi, mbarova këngën, unë duhet të duar trokisni shumë, unë jam Aurela. Jepi. Është edhe pjesa që i pën Zerkës sipër, po duhet shtrihesh. Jo, mos na i sipër se majnë dot. Do mos në këto orjerë. Në këto ormaet. Ne majmë drek. A, po një. Një gjo. Se jeni me fëmijë. Që mund vazhdem pa fund, po unë falenderoj që ishe këtu me ne sot. Faleminderit shumë ty, faleminderit gjithve. Edhe të suksese. Edhe realisht unë këtë periudhë nuk është se kam bërë shumë intervista për të bërë, ku di unë se qarë, po thjesht nga ato pyetjet klishe dhe nga që ti e pak më i veçantë, tash i qajnë që ka. Oke, tim do dhe kjo pun ka marrë fund. Ishte Ronela Ajati, ne do kthehemi shtu në ashtë me Zoti u bekoft. Natë dhe mirë që të gjithë, natë dhe mirë.